Kreu i qeverisë Edi Rama në rubrikën e parafundit sy më sy përpara zgjedhjeve të 11 majit ka theksuar rëndësinë vendimtare të kësaj date, duke e cilësuar si një moment historik për të ardhmen europiane të Shqipërisë. Rama u shpreh se ajo që do të mbillet atë ditë do të ndikojë drejt për drejt në realizimin e ëndrrës së kahershme për integrimin europian. Me vendimin e 11 majit, me fuqinë e 11 majit, me mbylljen e negociatave për antarësinë në Bashkimin Evropian, ne nuk do të jemi më thjesht europian me zakon, po dhe europian me ligj. Nuk do të jemi më europian të huaj për Europën, por do të jemi europian të barabartë në Europë. Dhe pa diskutim që për 1001 arsye kjo vlen në nivelin kombëtar, vlen në nivelin lokal, vlen në nivelin familjar, vlen në nivelin personal. Me antarësimin në Bashkimin Evropian, ne do të kemi një Shqipëri të re. Dhe ne shqiptarët do të kemi një shtëpi të re. Shtëpinë e Europës së Bashkuar. Nuk i kurseu ironit për opozitën, ndërsa tha se nëse shqiptarët nuk do të votojnë për Partinë Socialiste, më mirë të mos votojnë fare sesa të hedhin votën për Kënetën, pasi sipas Ramës nuk është higjienike nga pikpamja politike, qytetare dhe kombëtare. Me mend në kokë, në datën 11, takimi me historinë kërkon që të mblidhemi të gjithë tek pesa, tek numri 5, tek Partia Socialiste. Kush nuk e bën dot të kapërcim, atëherë le mos ta vëri tek pesa shënimin. Le ta vëri tek një nga kandidatët e listës preferenciale. Një vot aty, se ja kemi dhënë të gjitha qarqeve, grupet, skuadrat, mundësit, i duan të djathtë, i duan të majt, i duan gra, i duan burra, i duan vajza, i duan djem, i duan nga zona e tyre, i duan nga zona pranë, i duan nga si t'i duan. I kanë të gjitha zgjedhjet aty. Dhe nëse pastaj as të nuk e bëjnë dot, mos shkojnë Kënet, të rinë shtëpi. Duke u përgjigjur një tjetër ndjekësi, Rama tha se edhe vetë është i pakënaqur me disa gjëra, por shtoi se ka ambicien për t'i bërë më mirë. Më tej ai shtoi se qytetarët nuk janë të detyruar që të aprovojnë gjërat që thot, por kurse nuk duhet të dakordsohen me Kënetën. Nuk është ai bufa do jemi ne, po votuam ju përsëri dhe ngre dy gishtat. Po pse flet shumë apo ti s'm ke votuar asnjëherë më sa dik që ngre dy gishtat. Ai është buf edhe çfarë bufi, buf Kënete, se ka lloj bufash. Po ai Kënetës është, mos e pyet, katran me bojë i bufi Kënetës. Kështu që është buf dhe nuk e lun topi. Ti ke frikë zgjedhjet ndaj bën cirk çdo ditë Renato. Po pra i kam frikë në fakt se i kanë fituar 9 zgjedhje. Prandaj i kam frikë. Edhe kam unë vetëm një me një margë shumë të ngushtë. Edhe unë ka trem shumë në fakt. Këtë drejt i kam shumë frikë.